Ka vjuar edhe këtë të hënë atmosfera festive në Shkodër, ku festa e luleve ka hyrë në ditën e saj të dytë, duke sjellë gjallëri dhe ngjyra në çdo cep të qytetit. Të veçlit janë bërë protagonist kryesor të kësaj feste, ata tregojnë me entuziazëm për lojrat, aktivitetet dhe argëtimet që po përjetojnë, duke cilësuar këtë eksperiencë si një nga momentet më të bukura të pranverës. Sot kjo festë është shumë e bukur sepse ne kemi ardhur tek bashkia për të festuar, se edhe pak vjen dita e luleve dhe ne kemi qejf për ta festuar. Po, ne po kënaqemi shumë si një klase. Neve na pëlqen më shumë këto performancat edhe fotot që kemi bërë, sepse kemi bërë shumë qejf. Po, unë po kënaqem shumë dhe është shumë luturi e madhe sepse edhe po mbaron shkolla, edhe është dita e luleve, edhe këto marrin kujtim për gjithmonë. Kërcejmë, këndojmë, shkojmë për aktivitetin, bëjmë shumë qejf, edhe mësuesen se kena shumë të mirë. Po kënaqesh? Po. Çfarë pëlqen më shumë këtu? A me kënu. Jena të kënu. Çfarë pëlqen më shumë? Rumi. Bekësi. Pëlqen më shumë akësi, se duket bukur. Mu pëlqen tana, me shkru. Kena kërcu bukur. Çfarë pëlqen më shumë? Kërcime. Festimet që do të zgjasin për 4 ditë ofrojnë një program të pasur me panajire lulesh, muzik live dhe aktivitete artistike, duke tërhequr çdo ditë qytetar dhe vizitor të shumtë.